Mi se vini në episodin 24 të podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi mbi politikat publike dhe mbi gjitha mbi politikat publike të Majtas. Sot kam nderin të kem ftuar zonja Olta Manjani, zëvendës ministre Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Shumë faleminderit që e pranuat ftesën dhe që jeni në Majtas. Unë do doja ta nisja pak nga rrugtimi juaj, le të themi profili juaj gjysmë akademik, profili juaj si një studente e diplomuar në Shtetet e Bashkuara, në eksperiencë në Itali, pra në të gjithë përtej oqeanit dhe në kontinentin evropian, një eksperte, le të themi, që ka punuar në sektorin e pavarur, pra në Bankën e Shqipërisë, tashmë zëvendës ministre. Si është i gjithë ky rrugtimi juaj, domethënë si ka ardhur ky rrugtimi nga bota akademike, bota profesionale, tashmë le të themi në fushën politike, ose të qeverisjes, më saktë. Faleminderit për pyetjen, është shumë e vërtetë në fakt. Udhtimi im dhe rrugtimi im akademik është shumë i larmishëm. Ka nisur në vitin 2002, kur unë largova për herë të parë nga Shqipëria për studiuar në Greqi, pra bachelor, me fokus finance. Më pas u riktheva në Shqipëri në vitin 2006, pas përfundimit të studimeve. Fillimisht puna ime e parë ka qenë pedagoge jashtme, Fakultetin Ekonomik, dhe paralelisht punoja me kohë plot edhe në sektorin privat. Në vitin 2008 ju bashkova ekipit ekonomistëve në Bankën e Shqipërisë për të fokusuar më shumë politikat makrofinanciare dhe makroekonomike. Më pas largohem sërish nga Shqipëria në vitin 2011 për të kryer studimet master në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një bursë Fulbright, financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sigurisht që vendosa sërish të rikthehem, në asnjë nga rrugtimet e mia akademike jashtë nuk kam menduar që të qëndroj jashtë, gjithmonë ka qenë dëshira për të rikthyer dhe për të kontribuar në Shqipëri. Për të marrë know-how edhe për të patjetër, dhe për ta zbatuar, kuptohet edhe lidhjet e ngushta familjare që janë gjithmonë një faktor, por edhe në nivel profesional gjithmonë ka qenë dëshira për të ardhur dhe për të kontribuar në vendin tim. Më pas në vitin 2014 u largova sërish në një program për tretën herë, në një program të financuar nga SECO, që është Ministria e Ekonomisë së Zvicrës, që financonte ekspert dhe ekonomistë të bankave qendrore për të bërë punë kërkimore. Në atë periudhë interesi im ishte për të studiuar në thellësi sistemin bankar dhe përkatësisht tendencat e euroizimit të lartë të sistemit bankar dhe financiar. Sigurisht që u riktheva sërish pas një eksperiencë thuajse 6 mujore në një nga universitetet më të mira të Zvicrës, Graduate Institute of Geneva, ku në fakt pata fatin e madh që bashkëpunoj me një pedagog i cili ishte dhe një ndër ekspertët më të mirë francez dhe ishte pjesë e kabinetit të ish-presidentit Sarkozy, pra një nga këshilltarët e lartë të kabinetit të Sarkozy. Sigurisht që u riktheva sërish në Bankën e Shqipërisë, tashmë me dije edhe më të konsoliduara për të vijuar që të jepja kontributin në këtë institucion elitar, do thosha, në Shqipëri. Dhe më pas vendosa që në vitin 2018 të nisja studimet e doktoraturës. Sërish vendosa që ta bëj jashtë në Rom, në Universitetin Tor Vergata, edhe njëherë një punë shumë e madhe kërkimore e fokusuar në makrofinancë, ose më saktë Finance Bank, ky ishte profili im. Dhe në vitin 2021 u diplomova. Është shumë interesant fakti sepse në shtator të vitit 2021 më erdhi oferta për të bashkuar ekipit qeverisë, po në nivel personal ishte një zgjedhje pak e vështirë sepse unë isha shtatzan në muajin e shtatë. Kështu që nga njëra anë kisha studimet e doktoraturës dhe nga ana tjetër kisha një mision shumë të madh, që është ai i sjelljes në jetë të një fëmije, kështu që mora pak atë kohën e duhur për të vendosur dhe në muajin nëntor kisha mbrojtjen e doktoraturës. Në muajin dhjetor linda dhe në 24 dhjetor mora zyrtarisht emrimin në pozicionin e zëvendës ministres të financave dhe të ekonomisë. Ishte atëherë Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe në muajin janar sigurisht që fillova punën me gjithë këto sfidat personale dhe profesionale, po kuptohet edhe një mbështetje shumë të madhe, jo vetëm nga familja, por edhe nga kolegët që gjeta atëherë në ministri. Unë dua ndalem pak tashmë tek pjesa le të themi juaj në rolin tuaj si zëvendës ministre tek MEK, pra tek Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ju mbuloni pjesën e
arsimit profesional, pjesën e punësimit dhe pjesën e pensioneve. Po do doja ndalesha pak tek reforma e pensioneve, do doja ndalesha pak tek edhe programi qeverisës, do e quaj jo elektoral, pse kështu është quajtur edhe nga kryeministri i 2025-2029 për sa i përket pensioneve. Pra kemi disa shifra që kemi rritur pensionet nga shifra, mos gaboj, 85 euro mesatare për pension në diku të 175-180 euro tashmë, dhe pritet që të kemi pensionin minimal 200 euro dhe pensionin mesatar diku rreth 400 euro, pra ishte një nga premtimet e kësaj fushate. Sa që ndryshme është, le të themi, në aspektin financiar, kjo reformë ndoshta që pritet të finalizohet në 2025 dhe cilat janë shtyllat kryesore kësaj reforme, nëse më flisni pak më tepër për sa i përket. Patjetër, do përpiqem që ta shpjegoj me fjalë thjeshta, pa hyrë shumë në teknikalitete, që të na kuptojë dhe audienca. Atëherë, reforma, ose më saktë dy shtyllat kryesore të reformës, është reforma parametrike dhe reforma sistemike. Siç mund të kuptohet dhe nga emri, reforma parametrike fokusohet kryesisht në ndryshimin e parametrave të cilët ndikojnë një skemë pensioni. Flasim për ndryshimin e moshës daljes pension, flasim për variabla demografik, siç është rritja e shpejtë e moshës mesatare të popullsisë, pra tregues të cilët kanë një efekt të drejtë për drejtë në skemën e pensionit. Nga ana tjetër është reforma sistemike, pra duke mos ndryshuar domosdoshmërisht parametrat, mënyra se si funksionon sistemi. Çdo sistem ose çdo skemë pensionesh ka tre shtylla kryesore, ose më saktë tre kolona. Është kolona e parë, që është skema e detyrueshme, pra që menaxhohet nga sektori publik, praktikisht çdo i punësuar deri një kontribut të caktuar, një bashk kontribut bashkë me punëdhënësin e tij. Është kolona e dytë, që është një skemë e detyrueshme, gjithashtu, por menaxhohet nga sektori privat. Në Shqipëri nuk e kemi ende kolonën e dytë. Okay. Dhe është kolona e tretë, e cila është një skemë vullnetare që menaxhohet nga sektori privat. Në Shqipëri fatmirësisht kolonën e tretë e kemi. Siç thash, është një skemë vullnetare, menaxhohet nga 4 institucione të sigurimeve private, ku çdo individ në mënyrë vullnetare paguan kontribute kundrejt kësaj skeme, të cilat më pas në moshën e daljes pension përkthehen në të ardhura më të larta. Qëllimi i kësaj reforme është sigurisht që të forcojmë kolonën e tretë në mënyrë që të rrisim edhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për sa i përket rëndësisë së derdhjes së kontributeve dhe ofrimit të sigurimeve në moshën e tretë, pasi është shumë e rëndësishme që qytetarët në një moshë të caktuar të kenë një lloj mbrojtje shoqërore, dhe kjo të mos ofrohet vetëm nga skema e detyrueshme, skema publike, pra kolona e parë, por edhe nga alternativat të tjera. Unë personalisht, si ish punonjëse e Bankës së Shqipërisë, vazhdoj kontriboj në fondin privat të pensionit, që menaxhohet nga institucioni i Bankës së Shqipërisë, dhe që është kryesisht një ofertë për punonjësit ose ish punonjësit e saj. Gjatë gjithë kësaj periudhe, në takimet që kemi kryer me pensionistët, me punëdhënës dhe me punëmarrës, pra me gjithë ato grupe interesit të cilët në një farë mënyrë e prekin skemën e pensioneve, jemi përpjekur që të rrisim ndërgjegjësimin për rritjen e kontributeve kundrejt skemës, për të luftuar fenomenin e informalitetit. Këtu do e theksoja që nga reforma e fundit që është bërë në vitin 2014, ku problemi më i madh në atë kohë ishte informaliteti i lartë, pra ishin shumë punonjës të cilët nuk ishin as pak të siguruar dhe nuk figuronin në skemën e sigurimeve shoqërore, një problematikë të cilën sistemi është munduar ta korrigjojë në këtë 10 vjeçarin e fundit, pra që minimalisht të gjithë qytetarët të kenë një lloj mbrojtje shoqërore. Problemi me cilin përballemi tani sigurisht që është i ndryshëm. Pra nuk ka thuajse as pak punonjës të cilët vazhdojnë punojnë në zezë, pra që nuk janë të regjistruar, por problemi që përballemi tani është nën deklarimi i pagave, që rrjedhimisht ndikon edhe në masën e kontributit. Pra pagesat e kontributeve jo mbi bazën e pagës reale, por mbi bazën e pagës minimale. Sigurisht që ne gjatë kësaj periudhe jemi përpjekur që të rrisim ndërgjegjësimin, pasi kjo vjen edhe nga fakti që në adresë ministrisë apo të Institutit të Sigurimeve Shoqërore vijnë vazhdimisht ankesa qytetarëve, të cilët gjatë ciklit të tyre të punës ose nuk kanë qenë në dieni që po ndodhte ky fenomen, ose kanë patur një marrëveshje të heshtur me punëmarrësin,
me punëdhënësin, ku kanë rënë dakord që deklarimi i pagës tyre bëhet mbi një pagë minimale dhe rrjedhimisht kjo nuk është reflektuar në pagesat e kontributeve shoqërore. Dhe në momentin që ata dalin pension, kuptojnë që pavarësisht një pagë të lartë që ata kanë patur gjatë gjithë ciklit jetës së tyre, ajo nuk do të reflektohet në masën e pensionit. Pasi reforma e vitit 2014, një efekt tjetër pozitiv që solli ishte dhe lidhja në mënyrë të drejtë për drejtë e formulës së llogaritjes pensioneve me numrin e viteve që ata kanë kontribuar. Pra, nëse përpara vitit 2014 ishte një skemë statike, do thoshim, e cila përcaktonte tavanet maksimale të pensionit, pavarësisht numrit të viteve të kontributeve, pensioni maksimal në të periudhë ka qenë 245.000 lekë vjetra, dhe sigurisht kishe para vitit 2014 profesionistë si mjek, mësues, ushtarak, të cilët kishin le themi kontribuar me vite të plota kundrejt skemës sigurimeve shoqërore, 40 apo më shumë vite, dhe në momentin e daljes pension tavani maksimal i pensionit të tyre ishte pra në këtë mas. Ndërkohë që pas vitit 2014 të njëjtët individ me të njëjtin numër vitesh kontributesh për të njëjtin profesion që kishin kryer, marrin një pension minimalisht në masën 360.000 lekë, ku reflektohet e gjithë kontributi që ata kanë dhënë ndër vite kundrejt skemës sigurimeve shoqërore, dhe më pas me të gjitha indeksimet që janë bërë në vite, pasi pensionet indeksohen çdo vit me 1% caktuar që bazohet tek shporta e çmimeve të consumit, dhe ndërkohë shporta e çmimeve të consumit për pensionistët sigurisht që reflekton edhe atë masën e produkteve të konsumit që ata konsumojnë, që zakonisht është më e lartë se inflacioni bazë. Pra, ky është, le të themi, ndryshimi më i madh që erdhi si pasojë e kësaj reforme, dhe është e vërtetë kjo që thoni ju, që gjatë kësaj periudhe pensioni thuajse është dyfishuar. Ne nuk kemi një koncept të pensionit minimal. Ajo që quhen pension minimal është pensioni social, që është një pension i cili përfitohet nga gjithë moshuarit në Republikën e Shqipërisë në momentin që ato mbushin moshën 70 vjeç, pavarësisht viteve të kontributeve kundrejt skemës. Ndërkohë, për gjithë ata të moshuar të cilët kanë minimalisht 15 vite kontribute, që është edhe periudha minimale për të përfituar një pension në Shqipëri, ata e përfitojnë atë në momentin e mbushjes së moshës daljes në pension, ndërsa pensioni social përfitohet në moshën 70 vjeç automatikisht, në mënyrë që asnjë i moshuar të mbetet pa një mbrojtje shoqërore, po kuptohet edhe pa deformuar incentivat në tregun e punës, pasi përfitohet në një moshë pak më të thyer. Në fakt, komponenti i drejtësisë, paktën përsa i përket tavanit, më duket tepër interesant, unë për vete nuk isha ndjeni, por që normalisht duhet ketë këtë le të themi komponente proporcionalitetit, ata që kanë kontribuar më tepër nuk kam se të kenë një lloj tavani maksimal për pensionin që do të marrin më vonë. Një nga sukseset, paktën sipas mendimit tim, kanë qenë marrëveshjet e pensioneve me shtetet fshqinje. Më tepër, rasti më flagrant është rasti i Italisë, mbi 400.000 shqiptarë cilët përfitojnë. Ju vetë keni qenë pjesë e delegacionit ose ekipit që ka punuar. Kryetari i delegacionit, ndjes. Dhe domethënë kemi ende një vend tjetër që është Greqia, që po negociohet për sa i përket le të themi marrëveshje pensioneve, dhe pritet që ndoshta 4 vjeçar ose mandatin e ardhshëm të kemi një marrëveshje. Sa e rëndësishme është në aspektin social të përfitimit të emigrantëve atje kjo marrëveshje pensionesh, në momentin që do të fillojë të zbatohet, mos gaboj në qershor apo në maj fillon zbatimi? Në qershor fillon zbatimi. Po përfitoj nga rasti që t'informojmë edhe gjithë audiencën mbi mënyrën se si funksionojnë marrëveshjet. Në fakt ne nuk kemi marrëveshje vetëm me vendet fqinje, kemi marrëveshje me Gjermaninë, ku ka një numër të konsiderueshëm shqiptarësh, me Belgjikën, me Luksemburgun, kemi marrëveshje me Kanadan, pra kemi dalë edhe përtej oqeanit, pra janë rreth 16 marrëveshje që janë në fuqi. Dhe ndërkohë jemi në proces negociatash edhe me vende tjera, përfshirë edhe Greqinë, që është një rast tjetër i vështirë, sikurse edhe rasti i Italisë, për shkak të numrit të madh të shtetasve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë për vitesh tashmë në të dyja këto vende. Sigurisht që marrëveshja me Italinë ishte një marrëveshje që
ishte e vështirë në aspektin e negociatave politike, pasi duhet kishim një dakordsi në rafshin politik dhe më pas në rafshin teknik sigurisht që grupi negociator nga të dyja palët, pra nga pala italiane dhe nga pala shqiptare, patën një dakordsi të shkëlqyer dhe një bashkëpunim të shkëlqyer, do thosha. Si funksionon një marrëveshje, pra si iniciohet një marrëveshje? Fillimisht bëhen takime në nivel teknik për të parë nëse skemat janë të përputhshme ose jo. Dhe më pas hapen çelë negociatat në nivel teknik, ku bëhen disa raunde. Në rastin e Italisë kemi pasur 2 raunde, një raund në Tiranë në korrik të vitit 2022 dhe një raund tjetër në Rom në vitin 2024, ku bë dhe nënshkrimi dhe finalizimi i marrëveshjes kuadër. Dhe më pas vazhdon marrëveshja teknike ku përcaktohen modalitetet e shkëmbimit të dhënave, të informacionit midis institucioneve zbatuese. Sigurisht që marrëveshja me Italinë, siç e thash, ishte shumë e rëndësishme për shkak të numrit lartë shqiptarëve dhe dua ta ilustroj me një shembull shumë thjesht për të kuptuar se cilat janë përfitimet në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë e thash pak më përpara që një individ përfitoj një pension në Shqipëri duhet ketë minimalisht 15 vite. 15 vite, po. Pra pension i bazuar në skemën kontributive të pensioneve. Jo pensioni social që për pensionin social që përfitohet në një mosh pak më të vonë. Që është një politikë shumë e mirë e majt, më duhet të them pra. Eksaktësisht. Dhe mund të rikthehemi sërish për të folur për komponentët specifik. Por në Itali numri minimal i viteve kontributive për të përfituar një pension është 20 vite, pra është më i lartë. Dhe duke qenë se shqiptarët në këto 30 vite kanë emigruar veçanërisht në fillim të viteve 90, që ka qenë dhe valja më e madhe e migracionit, ka patur patjetër individ të cilët kishin vite punë kontributive në skemën shqiptare, por nuk plotësonin pjesën, le të themi, minimale, që ishte 15 vite, pra mund të kishte 14 vite punë dhe për një vit nuk arrinte dot që ta përfitonte dhe duhet priste marrjen përfitimin e pensionit social. Nga ana tjetër, e njëjta situatë dhe në Itali, mund të kishin punuar dhe kontribuar kundrejt skemës 19 vite, po marrim rastin më ekstrem, ndaj në total ky individ ka 38 vite punë, por nuk arrin dot që të përfitojë një pension as në Republikën e Shqipërisë, as në Republikën e Italisë. Në një marrëveshje të tillë, pra në kontekstin e kësaj marrëveshje, bëhet totalizimi i periudhave kontributive, që për efekt të llogaritjes së numrit viteve të pensioneve, në këtë rast do të ishte 33 vite. Dhe në prani të kësaj marrëveshje do të marri pensionin për periudhën kontributive në Shqipëri, pra për ekuivalentin e 14 viteve, dhe pensionin në Itali për ekuivalentin e 19 viteve. Që në mungesë të një marrëveshje do t'i humbte vitet e kontributeve, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri. Benefitet tjera që lidhen me këto marrëveshje është edhe eksportimi i benefiteve, që quhet në gjuhën teknike, që do të thotë një qytetar shqiptar nuk i duhet fare të udhtoj në Shqipëri për të bërë aplikimin për pension, mund ta bëj në institucionin homolog të Institutit Sigurimeve Shoqërore, pra në INPS-in italian, dhe më pas ky institucion ja përcjell të gjithë dokumentacionin për mbledhjen dhe totalizimin e viteve të kontributeve që ka dhe në Shqipëri. Një tjetër përfitim është edhe reduktimi i të gjitha kostove, pasi në mungesë të një marrëveshje, i gjithë dokumentacioni, përveç se duhet të udhtonte në Shqipëri për t'i marrë ose nëpërmjet aplikimit në Albania, do duhet përkthehej, do duhet notarizoj, do duhet të apostilloj, kostot të cilat tashmë janë të xeruara në kontekstin e marrëveshjes, pasi një ndër nenet e kësaj marrëveshje specifikon edhe që dokumentacioni i cili lëshohet nga institucionet përgjegjëse njihet automatikisht nga të dyja shtetet. Njëjtat benefite i përfitojnë edhe qytetarët shqiptar, të cilët për hir të vërtetës janë shumë më pak në numër, ata që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri, janë rreth 4.000, njëjtat përfitime do të kenë dhe ata, pra mund ta bëjnë aplikimin në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri dhe më pas në mënyrë digjitale i gjithë dokumentacioni do të përcillet nga institucioni homolog.
Pra, shteti shqiptar është përfitues në këtë rast pak më tepër se shteti italian, nëse mund të flasim raporti 400.000 me 4.000, kështu që ka nevojë edhe për, le të themi, konsensusin politik në këtë rast shumë të rëndësishëm për te llogarive negociatore të cilat bëhen. Patjetër. Po është dhe shumë e rëndësishme që të gjithë individët të cilët kanë kontribuar dhe e kanë fituar këtë të drejtë me punën e tyre, në një moment kjo e drejtë t'ju njihet. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ne vetë kemi të njëjtin vullnet politik edhe nga pala greke. Fatmirësisht gjatë këtyre viteve ata kanë pranuar që të paktën të ulen në tryeza negociatash në nivel teknik për të kuptuar përputhshmërinë e skemave të pensioneve dhe për t'i hapur më tej rrugën negociatave në mënyrë që edhe shtetasit shqiptar në Greqi të kenë mundësi që të përfitojnë nga këto marrëveshje. Unë dua ndalem pak tashmë tek pjesa e fushatës elektorale, por më tepër propozimeve që kanë ose të programeve elektorale që kanë dhe partitë ndryshme opozitare, pasi mendoj që është e rëndësishme të shikojmë të gjithë anët e, le të themi, gjithë projektit det që kanë hedhur në fushën elektorale. Dhe një nga këto ide është ky minimumi jetik në 200 euro. Ju si ekspert e ekonomisë, e financave, ekonomive të vendeve në zhvillim, pra që është development economic, sa e realizueshme është pasi në mendimin tim dhe në gjykimin tim si ekspert ekonomie do duhet një ose rritje taksash që le të themi nuk është shumë e pëlqyeshme në këtë rast, ose do duhet që të ketë një pjesë shumë të madhe të buxhetit për të arritur pra financiarisht për të arritur për të bërë këtë lloj ide të mundur. Përpara se të kalojmë te çështjet fiskale, unë do doja të shpjegoja shkurtimisht mënyrën se si funksionon skema e pensioneve. Nga njëra anë janë të ardhurat që sigurohen nga kontributet kundrejt skemës sigurimeve shoqërore dhe nga ana tjetër shpenzimet. Prej vitesh tashmë, skema jonë është një skemë deficitare që në fakt nuk është asgjë e çuditshme pasi pothuajse të gjitha skemat në botë janë skema deficitare. Pra, të ardhurat që mblidhen nga le të themi individët që janë në tregun e punës, aktiv dhe që me kontributet e tyre kontribuojnë kundrejt skemës, nuk arrin të mbulojnë shpenzimet nga ana tjetër dhe kjo lidhet edhe me faktorët demografik, veçanërisht Europa është një kontinent i cili është në plakje, pra mosha mesatare e popullsisë është rritur dhe patjetër nëse kemi një numër le të themi më të vogël kontribuesish, kjo do të reflektohet. Dhe kuptohet që është e thjesht logjika, diferenca e të ardhurave dhe shpenzimeve të skemës aktualisht është rreth 450 milion euro, pra në vitin 2024, e cila sigurisht kompensohet me të ardhurat të tjera, nga taksat të tjera nga buxheti i shtetit. Një ndër arsyet sepse kemi ndërmarrë një fushat të gjerë ndërgjegjësimi për qytetarët është pikërisht që ne të rrisim bazën e kontribuesve. Pra kjo është një nga mënyrat se si mund bëhet që të sigurohemi që jo vetëm të gjithë janë të deklaruar dhe janë të formalizuar në tregun e punës, por edhe kontributet që ata paguajnë të jenë bazuar mbi pagën reale atë që tham në fillim. Pra kjo është një ndër mënyrat. Mënyrë tjetër është që ne të rrisim deficitin, pjesën që kompensohet nga të ardhurat e buxhetit shtetit. Në terma fatshkurtër, mënyra se si e kemi zgjidhur është pikërisht duke bërë këtë dytën, pra për t'i ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve të cilët kanë një pension të ulët për arsye të ndryshme, kemi krijuar politikën e bonuseve, të cilat nuk janë të lidhur me parimin kontributiv, por përfitohen nga gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension, le të themi, të ulët dhe që nuk ju siguron atyre një jetë dinjitoze. Ajo që dua të them dhe që është shumë e rëndësishme është parimi kryesor i një skeme pensionesh, që është parimi kontributiv. Pra ne nuk duhet të harrojmë dhe nuk duhet të pranojmë që skemën e pensioneve ta kthejmë në një skemë të asistencës sociale. Pasi shteti shqiptar, sikurse edhe vende të ndryshme nëpër botë, kanë skema të tjera ku ndihmojnë grupe në nevojë, përfshirë edhe ata të moshuar, siç është pensioni social, të cilët nuk kanë arritur dot që të kontribuojnë me punën e tyre gjatë gjithë ciklit të tyre të jetës dhe ciklit të punës dhe të përfitojnë një pension të denjë në moshën e pensionit. Por, skema siç është sot dhe është një skemë në anglisht quhet pay as you go. Pra, ajo që kontribuojnë të gjithë punonjësit në tregun e punës sot rishpërndahet në formën e pensioneve që përbën pastaj pjesën e
shpenzimeve në krahun e shpenzimeve. Pra një mënyrë është rritja e bazës kontributive, ku të rriten të ardhurat e skemës, dhe një mënyrë tjetër është që t'i ndihmojmë duke rritur deficitin. Patjetër që propozimi që ka ardhur është për t'u konsideruar, sepse 200 euro do t'ishte një minimum jetik i arsyeshëm në mënyrë që të përfitohej nga pensionistët, por siç thash, pa prishur parimin kontributiv. Pra pa dashur që ta kthejmë këtë skemë në një skemë të asistencës sociale, është shumë e rëndësishme që ne të ruajmë incentivat e duhura në tregun e punës, pasi imagjinoni nëse kjo do të sigurohej për gjithë qytetarët shqiptar, pra një pension minimal do të sigurohej për gjithë, incentivat në tregun e punës do të deformoheshin, sepse gjithë qytetarët do mendonin që me mbushjen e moshës daljes në pension, do jetë shteti ai që do na sigurojë të ardhura minimale, ndaj nuk do kishin incentivat e duhura për të vijuar dhe për të kontribuar në tregun e punës, për të kontribuar kundrejt skemës sigurimeve shoqërore, në mënyrë që më pas në pensionin e tyre të reflektojë në mënyrë të drejtë edhe numri i viteve të kontributeve. Pra e gjithë sfida e qeverisë, e çdo qeverie do thosha unë, është që të ruaj pikërisht këtë balancë. Pra balancën ndërmjet ruajtjes së parimit kontributiv të skemës pensioneve, por nga ana tjetër të marrit parasysh që shumë individ për arsye të ndryshme, këtu do thosha në fillim viteve 90, kur patëm një mbyllje masive të ish ndërmarrjeve shtetërore, ish kooperativave bujqësore, shumë njerëz, shumë individ e gjetën veten të papunë, ose vijuan të punojnë në tregun informal, që do të thotë në momentin e mbushjes moshës daljes në pension, shumë prej tyre përfituan pensione të pjesshme, pra përfituan pensione ku kishin 15, 20 apo 25 vite kontribute kundrejt skemës. Dhe kjo është dhe një ndër arsyet sepse pensionet në Republikën e Shqipërisë mund konsiderohen të ulta, pasi një pjesë e madhe e popullsisë, veçanërisht tani, që është një grup mosh që ka punuar në ato vite dhe përpara komunizmit dhe tani po del në pension, të cilët rreth 80% e pensioneve të reja që lidhen çdo vit, që janë rreth 40.000, janë pensione të pjesshme. Pra është shumë e rëndësishme që ne të ndërtojmë dhe të kultivojmë këtë kulturën e pagesave të kontributeve sigurimeve shoqërore në mënyrë që të sigurohemi që të gjithë qytetarët në moshën e tretë do të kenë një lloj mbrojtje shoqërore. Shumë faleminderit që e shpjeguat në terma teknik, qartë dhe specifik me argumenta, pasi mënyra e tretë, paktën me sa kam parë unë, këtë propozimin është që të ulim taksat dhe të rrisin shpenzimet, gjë që në asnjë ekonomist në botë nuk mund të thotë që kjo është diçka që mund të kryhet. Pra ti mundohesh dhe të ulësh taksat, po dhe të kërkosh këtë minimum një etik për 200 euro, që siç e thatë dhe ju, është ide e cila mund konsiderohet, por duke pasur parasysh qëndrueshmërinë e vet buxhetit, qëndrueshmërinë e borxhit publik, që pra, nëse duan ta shkojmë prapë përsëri borxhin publik 80% ku ishim në 2013, atëherë deri diku nuk do ishte e qëndrueshme, le të themi. Ju keni shumë të drejtë dhe përmendët fakt fjalën magjike. Sfida tjetër shumë e madhe është ruajtja e qëndrueshmërisë financiare të skemës pensioneve. Pra, patjetër që është një skemë deficitare, po ne duhet sigurohemi që ky deficit nuk kalon nëpër masa të tilla që do të rrezikonte më pas edhe borxhin publik. Pra shumë e lehtë thuash që okay, le të bëjmë pensione dhe 500 euro, po e para është ajo që thash, pra deformimi i incentivave në tregun e punës. Askush nuk do donte të punonte dhe të vjonte të punonte nëse shteti siguron një pension minimal, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh se nga vijnë këto të ardhura. Dhe kontributet, pra masa e kontributit që paguhet për efekt të sigurimeve shoqërore, që është rreth 25%, e cila ndahet në rreth 10% nga punëmarrësi dhe rreth 15% nga punëdhënësi, është një normë e cila është krahasueshme me vendet e rajonit, madje është më e ulët se sa disa vende të rajonit, që do të thotë ne jemi të mirë pozicionuar në aspektin e barrës financiare që kanë qoftë individët, qoftë bizneset, për të krijuar këtë mbrojtje shoqërore në moshën e tretë, por nga ana tjetër, siç e thash, duhet sigurohemi që
këto kontribute mblidhen mbi paga reale në mënyrë që të mos rëndohet më pas ky deficiti, nëse ne do të përcaktojmë edhe një nivel minimal të pensioneve dhe të ruhen gjitha incentivat. Jo, patjetër. E rëndësishme është mos kalojmë retorik populiste, pasi mendoj që tjetër fjalë ky që është sa e mundur është të bëhet, jo se sa duam, sepse nuk besoj që ka parti politike që nuk do të rrisi pensionet ose le themi pagën minimale. E rëndësishme është të kuptojnë se sa e qëndrueshme është vetë skema që do të bëhet. Për ta ilustruar ndjes sa e qëndrueshme është deficiti në vitin 2014 i skemës pensioneve ka qenë rreth 2% ndaj PBB-s, prodhimit brendshëm bruto, dhe me një mirë menaxhim në këtë periudhë 10 vjeçare të ardhurave, pra siç tham në vitin 2014 kishim shumë punonjës të pa formalizuar në tregun e punës, numri i kontribuesve gjatë kësaj dekade është rritur mbi 200.000, që do thotë punonjës të cilët paguajnë kontribute kundrejt skemës së sigurimeve shoqërore, dhe kjo ka sjellë një reduktim të masës së deficitit, qoftë në vlerë absolute, qoftë si përqindje ndaj PBB-s, dhe aktualisht në fund vitit 2024 është rreth 0.8%. Dhe kuptohet që kjo na krijoi dhe mundësira dhe hapësira financiare që ne të vijonim me politikën e bonuseve për të ndihmuar të gjithë ata pensionistë të cilët pensionin e kishin nën nivelin e pensionit mesatar. Kuptohet është ajo që thoni ju, që çdo qeveri do donte që pensionet të ishin shumë më të larta, pasi mosha e tretë kuptohet që është një moshë shumë sensitive, por duke patur parasysh gjithë ruajtjen e gjithë tyre balancave të tjera që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë financiare, qëndrueshmërinë fiskale dhe ruajtjen e incentivave në tregun e punës. Qëndrueshmërinë argumentave, qëndrueshmërinë logjike ekonomike në këtë rast. Unë doja të kalonim pak te pjesa e arsimit profesional. Ju le të themi keni dhe pjesën e menaxhimit ose të lidit në të kësaj fushë në qeverinë shqiptare. Dhe mos gaboj, modeli arsimit dual u nis vitin e kaluar apo diku më përpara? Ka patur tentativa dhe më përpara, po... Pra, domethënë, dhe parashikon që nxënësit tashmë të kenë një pjesë tyre në, le të themi, sektorin privat, pra të punojnë, dhe një pjesë tyre do e kenë në shkollë. Pra, dhe të paguhen dhe të ndjekin shkollën. Dhe objektivi, me sa pash në programin politik, Partisë Socialiste ishte që rreth 35% e nxënësve, numrit përgjithshëm nxënësve të studiojnë shkolla profesionale përgjatë këtyre 4 viteve. Si e shikoni, domethënë si e shikoni gjithë reagimin nga sektori privat, nga nxënësit, nga vetë institucionet, edhe si mund të replikohet ndoshta? Është në shkallë kombëtare për momentin apo? Do t'ja shpjegoj. Atë arsimi profesional është një ndër prioritetet e qeverisë shqiptare dhe mund mos duket sikur ka lidhje të ngushtë me pensionet, por në fakt janë shumë të lidhura, sepse arsimi profesional është një lidhje shumë e shkurtër, një qark i shkurtër midis shkollimit, edukimit dhe tregut të punës. Dhe qëllimi i arsimit profesional është të krijojë një tranzicion sa më të lehtë nga bankat e shkollës në tregun e punës. Dhe ndërlidhjen e tregut. Dhe në fakt, në shumë sektor të ekonomisë, veçanërisht në ata sektor që janë edhe prioritar, që është sektori i hotelërisë, turizmit, sektori i ndërtimit, sektori i energjisë, janë sektor që lidhen shumë ngushtë me nxënës të cilët marrin një formim në arsimin dhe formimin profesional. Në vitin 2024, në shtator, siç e thatë edhe ju, ne filluam zbatimin e sistemit dual, pikërisht që këtë lidhje me tregun e punës ta bënim sa më të ngushtë. Ku ndryshon sistemi i vjetër nga sistemi dual? Është një sistem që bazohet në praktikat më të mira, veçanërisht europiane, po e bëjmë në bashkëpunim me ambasadën e Zvicrës dhe ambasadën gjermane, që gjithashtu janë dhe 2 vende që kanë modelet më të mira të sistemit dual. Ku ndryshon sistemi? Nëse në sistemin e kaluar nxënësit e arsimit profesional praktikat e tyre të punës i bënin në ambientet e shkollës, pra në laboratorët e shkollës, në sistemin dual, nga 5 ditë që është java akademike, 2 ditë marrin informimin e tyre teorik në ambientet e shkollës dhe 3 ditë ato i bëjnë pranë bizneseve. Pra është zhvendosur koncepti praktikës profesionale nga shkolla në biznes,
Sigurisht që sistemi është i mirë konsoliduar, kemi mentor nga ana e biznesit të cilët ndjekin mbarvajtjen e formimit të nxënësve në vendin e punës. Në këtë moment, statusi i ri ligjor i nxënësve nuk është më thjesht nxënës, por është nxënës punonjës, ku kuptohet sipas gjithë kuadrit ligjor që përcaktohet nxënësit punojnë part-time, pra me kohë pjesshme, aq sa i lejon kodi i punës dhe mentorët e biznesit i orientojnë ata për kryen e praktikës në biznese. Nga ana tjetër, kemi vendosur dhe një mentor nga ana e shkollës, pra që janë mësues të cilët ndjekin mbarvajtjen e tyre jo vetëm teorike, por dhe praktike në ambientet e shkollës, në mënyrë që të sigurohemi që nxënësi jo vetëm është komod në ambientet e biznesit, por që ka dhe një mirëqenie fizike, mendore, pra që të plotësohen të gjitha kushtet e marrjes së këtij statusi të ri që thash është nxënës punonjës. Kuptohet që nxënësit shpërblehen për punën që ata kryejnë. Pra paga e tyre është referencuar me pagën minimale, siç ndodh edhe në këto dy vende që ne kemi marrë për shembull në Gjermani dhe në Zvicër. Kuptohet që paga është për t'i motivuar ata që të vijojnë të ndërtojnë një marrëdhënie me punëdhënësin e tyre të ardhshëm, por ndërkohë edhe për t'i shpërblyer ata për punën modeste që ata kryejnë në kuadër të praktikës së tyre profesionale pranë vendit të punës. Është një ndër praktikat, siç thash, më të mira në botë. Ne synimi është që në 3 nxënës të studiojnë arsim profesional për t'ju ofruar mesatarës Bashkimit Evropian, të vendeve të Bashkimit Evropian, që është rreth 48%, pra 1 në 2 nxënës studion në arsim profesional. Është patjetër një zgjedhje shumë e rëndësishme. Për momentin na duhet punojmë shumë me ndryshimin e mendësisë, qoftë të prindërve, qoftë të nxënësve. Dhe stigmatizimin disa profesioneve të cilat patjetër, të cilat janë aq shumë të kërkuara nga tregu, saqë pagat e nxënësve të cilët përfundojnë arsimin e mesëm profesional janë jo vetëm shumë konkurruese në treg, por shpeshherë janë edhe shumë më të larta se sa pagat e bashkëmoshatarëve të tyre, të cilët mund kenë kryer universitetin, ka një diplomë apo kanë dhe një master, veçanërisht në sektorin e hotelërisë turizmit, i cili është një sektor që është rritur me ritme eksponenciale në këto 2-3 vitet e fundit. Janë shumë kërkuar shefat e kuzhinës, kamarierët, baristët. Ajo çka është e rëndësishme dhe që ne po punojmë fort në kuadër të ndërgjegjësimit është edhe orientimi i karrierës. Pra shpesh kur flitet për arsimin profesional, duke qenë se është një zgjedhje që duhet bërë në moshë të re, të rinj nuk janë të ndërgjegjësuar ose nuk kanë një informacion për orientimin e karrierës, pra mendojnë që thjesht do mbarojnë shkollën e kuzhinës apo do mbarojnë një nga degët e hotelërisë turizmit dhe mendojnë që do punojnë gjithë jetën në kuzhinë apo gjithë jetën kamarier apo gjithë jetën si barist, ndërkohë në fakt mund të nisi me këtë lloj formimi dhe ndërkohë të bëhen menaxher, të bëhen menaxher të mesëm, menaxher të lartë dhe qartësimi që në hyrje të sistemit arsimit dhe formimit profesional në lidhje me orientimin e karrierës në të ardhmen është shumë e rëndësishëm për ndryshuar pikërisht të lloj mendësie. Jo, në fakt janë shumë të rëndësishëm këshilluesit e karrierës. Unë vetë kam pasur fatin që pasi mbarova universitetin kisha një këshillues karriere, pasi më vërtet lehtëson dhe ndoshta bën dhe ndërlidhjen me tregun e punës ose atë praktikën e parë. Dhe mendoj që shumë e rëndësishëm. Unë nga fancat më të mëdhenj të arsimit profesional, vetë nuk e kam ndjekur, por e kam vënë re për shkak të, le themi, numrit të lartë diplomuarve në juridik dhe ekonomi që u bë atëherë. Paktën në brezin tim ishte, le themi, një nga 2 zgjedhjet kryesore që do bëje. Përtej, ndoshta pasionin që kishe, por ishte edhe si orientuar deri diku nga shoqëria juridik, ekonomik, kështu që këto profesionet e reja, ju e përmendën hotelëri turizëm, mendoj që kanë jo vetëm paga më të larta, por edhe një të ardhme më të qëndrueshme në këtë sens. Kështu që vërtet, ne kemi bërë një analizë shumë të detajuar të profileve dhe profesioneve që janë më të kërkuara në treg, në mënyrë që ne të orientojmë edhe hartimin e kurikulave, jo vetëm në arsimin profesional, por në gjitha shkallët e arsimit përgjithshëm, në mënyrë që të reflektohet në kurikula, jo vetëm në përgjithësimin e kurikulave, por dhe në hartimin e kurikulave të reja, se cilat
është kërkesa e tregut për profesione. Gjë e cila më përpara nuk ishte bërë dhe kjo është dhe një ndër arsyet sepse të rinjt ishin të paorientuar, kërkonin gjithë që studionin ato deg të cilat ishin më popullore, le të themi, siç mund të ishte juridiku, shkencat sociale, shkencat politike, gazetaria e tjerë, që janë patjetër profesione shumë të nderuara, por që kishim një mbiprodhim të juristëve, gazetarëve, punonjësve social, ndërkohë që kërkesa e tregut diktonte. Qishte, domethënë diktonte ca profesione të tjera që neve nuk I kishim marrë parasysh. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme fokusi dhe prioriteti që qeveria shqiptare I ka dhënë arsimit profesional, pikërisht sepse kemi dhe një feedback nga sektori privat në lidhje me cilat janë profesionet më të kërkuara aktualisht. Patjetër. Do doja ndalesha pak te punësimi të rinjve. Ne kemi nga normat më të ulta të papunësisë nivel përgjithshëm, pra që nga viti 1990 mos gaboj 9%, po mund të më korrigjoni nëse jam gabim. Ama tek pjesa e le të themi papunësisë të rinjve kemi normë më të lartë. Çfarë janë masa ndoshta që duhen të merren për të ulur këto normën e papunësisë të rinjve dhe ndoshta një incentivizim për punësimin nga diaspora, meqense edhe ju vjet jeni kthyer nga diaspora, në fakt jeni kthyer disa herë nga diaspora, kështu që ndoshta keni edhe eksperiencën personale dhe profesionale çfarë duhet bëjmë për të rinjt që duan të investojnë në Shqipëri. Brenda jashtë vendit. Keni shumë drejt, në shumë vende të Evropës, po edhe më gjerë në botë, punësimi të rinjve është shifra më e lartë e papunësisë. Edhe Portugalia, edhe më vende. Eksakt. Dhe arsimi profesional patjetër që është një nga mënyrat për të ulur papunësinë tek të rinjt, pra për t'i orientuar drejt që në moshë të hershme. Dhe ne kemi analizat e gjurmimit që I quajmë, ku I ndjekim të gjithë të diplomuarit e arsimit profesional për një periudhë 6 mujore apo një vjeçare pas diplomimit të tyre, për të kuptuar se sa e kanë gjetur ata veten në tregun e punës, dhe në fakt na rezulton që janë mesatarisht, veçanërisht në sektorët që unë përmenda, që janë sektor me zhvillim të shpejt, rreth 80% e tyre e gjejnë veten menjëherë në një punë, pra integrohen shumë shpejt në tregun e punës. Kjo vjen edhe për faktin që arsimi profesional siguron pikërisht këtë tranzicionin e lehtë që tham nga bankat e shkollës në tregun e punës për shkak të marrëdhënies shumë të ngushtë që kanë shkollat me bizneset. Pra praktikisht një pjesë e mirë e tyre punësojnë në ato biznese ku kryen praktika profesionale. Dhe patjetër që vëmendja është pikërisht që të shtojmë të gjithë numrin e nxënësve që studiojnë në arsim profesional, që aktualisht është rreth 20%. Dhe nëse 80% e tyre punësojnë, pjesa tjetër në fakt ose vazhdojnë universitetin, pra nuk është se ata kanë vështirë të integrohen në tregun e punës, përkundrazi bëjnë një zgjedhje për një formim akademik të mëtejshëm. Një program tjetër shumë I rëndësishëm, të cilin ne po e implementojmë dhe po e zbatojmë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, është programi I garancisë rinore, për cilën kemi folur jashtëzakonisht shumë, qoftë për ta promovuar, qoftë për faktin që jemi në fazën e pilotimit të tij, pra gjithë viti 2024 dhe viti 2025 ne nëpërmjet këtij programi kemi arritur të mbështesim rreth 1000 të rinj për të integruar në tregun e punës. Është një program me 2 shtylla kryesore. Shtylla e parë është punësimi dhe shtylla e dytë është formimi profesional dhe trajnimi I tyre në mënyrë që t'ju lehtësojmë integrimin e tyre në botën e punës. Ku ndryshon ky program nga gjithë programet e tjera të punësimit që ne kemi, është I dedikuar për gjithë ata të rinj nga mosha 15 deri në 29 vjeç, që nuk janë as në punësim, as në shkollë dhe nuk po ndjekin ndonjë kurs formimi profesional. Pra ata të rinj të cilët janë krejtësisht pasiv dhe e veçanta e këtij programi është që nga momenti I regjistrimit të tyre si punëkërkues të papunë, dhe kemi dhe një portal të dedikuar, pavarësisht se regjistrimi I tyre mund të bëhet edhe në zyrat e punës apo nëpërmjet organizatave të ndryshme rinore, të cilët bëjnë outreach, pra kanë një qasje proaktive ndaj të rinjve që identifikohen që përkasin kësaj kategorie, nga momenti I regjistrimit të tyre si punëkërkues të papunë, brenda një periudhe 4 mujore, atyre ju bëhet një ofertë konkrete. Pra ky është edhe kushti dhe mënyra se si po zbatohet programi. Bëhet një ofertë pune, pra ndërmjetësimi në punë, ju bëhet një ofertë duke ju ofruar një ndër programet e nxitjes punësimit.
Pra, nëse gjendet një biznes që do ta punësoj, mund të ofrohet subvencionim nga shteti për një periudhë caktuar për pagën e tij. Pra, shteti subvencionon pagën. Patjetër, është një projekt i cili ka një vlerë në total rreth 63 milionë euro, nga të cilat rreth 50 milionë euro i financon Bashkimi Evropian dhe 13 milionë euro financohen nga buxheti i shtetit. Sa përfitues janë? Aktualisht është në fazë pilotimi, pra nuk ka filluar ende zbatimi në rang kombëtar. E kemi filluar në Tiranë, në Vlorë dhe Shkodër, janë 3 rajonet të cilat kemi përzgjedhur, jo vetëm për numrin dhe përqendrimin më të lartë të rinjve në këto zona, por edhe përqendrimin e lartë të bizneseve që mund t'ju bëjnë një ofertë konkrete këtyre të rinjve nëpërmjet këtij programi. Dhe shtylla e dytë, siç thash, lidhet me formimin e tyre. Pra, nëse ata nuk e gjejnë veten të integruar në tregun e punës, mund të bëjnë një kurs formimi profesional dhe më pas programi t'ju siguroj një vend pune. Është një program shumë i suksesshëm që është zbatuar në shumë vende të Bashkimit Evropian. Ju përmendët Portugalin, që është një ndër rastet e suksesit në fakt. Ka dhe raste të tjera që janë me profil më të ngjashëm ekonomik, apo zhvillimor, apo demografik si Shqipëria. Këtu do doja të përmendja Estonin, që gjithashtu e ka zbatuar me shumë sukses. Dhe në vitin 2025, në fund vitit 2025, do të filloj dhe zbatimi në nivel kombëtar. Parashikohet që të mbështeten rreth 50-60.000 të rinj, sigurisht që do të varet dhe nga kërkesa e të rinjve. Në këtë moment ne jemi në fazën, le të themi, të përmbyllse të projektit pilot, ku kemi mbështetur 1.000 të rinj. Dhe nga eksperienca që kemi akumuluar në menaxhimin e këtij projekti, do ta shtrim atë në gjithë Shqipërinë. Okej, perfekt. Unë shpresoj shumë në efektshmërinë, domethënë eficiencën e këtij programi, pasi me të vërtetë mendoj që patjetër duhet kemi një ulje të normës papunësisë, sidomos të rinjt. Edhe ju e thatë vetë që nuk është vetëm fenomen lokal, kombëtar, po është rajonal, domethënë në të gjithë, edhe në Europë në fakt. Do kalojmë një rubrikë që janë pyetje pak më të shpejta, por mund të merrni kohën tuaj edhe këtu. Ndonjë mit mbi pensionet, arsimi profesional që ndoshta të duhet debunk ta shpjegoni një herë mirë. Miti për arsimin profesional, po e filloj nga kjo e fundit. Që arsimi profesional është një zgjedhje dytësore. Në mënyrë absolute, jo. Prandaj thash që për ne është shumë e rëndësishme që të rrisim dërgjësimin. Nëse shohim renditjen kombëtare të shkollave të mesme, gjithmonë prej vitesh tashmë, vendi i parë është një shkollë profesionale publike, çka është shumë e rëndësishme, shkolla Herman Mine. Që është një shkollë e specializuar në teknologji informacioni dhe që nxjerr ndër ekspertët më të mirë të IT-s në treg. Sigurisht që ata mund të integrohen në tregun e punës direkt me përfundimin e studimeve, por pjesa më e madhe kuptohet për shkak edhe të cilësisë dhe nivelit lartë të arsimimit që marrin nxënësit në këtë shkollë, vijojnë edhe me studimet e larta. Pra ky është miti që duhet të thyem në lidhje me arsimin profesional. Kuptohet që mendësia lidhet edhe me të shkuarën jo shumë të lavdishme të arsimit profesional, ku dikur quhet shkolla nate etj, po unë ju mbështeta me argumente edhe në lidhje me eksperiencën që kanë vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, ku në fakt 50% e nxënësve në moshë arsimit mesëm janë nxënës që studiojnë në arsim profesional. Pra 1 në 2 nxënës zgjedh arsimin profesional dhe ky është patjetër edhe politika jonë, objektivi ynë, por edhe ajo që thatë ju, rrëzimi i mitit. Në debatin klasik politikës, pra le të themi edhe në çështje ideologjike, majta dhe e djatha, pasi shpeshherë kritika kryesore të paktën që ka Partia Socialiste është që ndonse parti e majt ka aplikuar disa, le të themi, politika të djatha këtu, ose të qendrës do i quajmë, siç janë partneritete publike private. Megjithatë, do doja ndalesha pak te politikat e majta, pra që janë aplikuar nga, le të themi, nga qeverisja në këto vite dhe në fakt përtej pensionit, le të themi rritjes pensionit ose pensionit social ose rritjes pagës minimale, formalizimit, drejtësi sociale etj. Nuk e di si e shikoni ju këtë komponentin e majtë të djathtë. Pra shteti që garanton mirëqenie me shërbime publike apo do të jetë një shtet më tepër i fokusuar te deregulimi dhe te nxitja e private në këtë rast? Po të shohim shembujt e vendeve më të zhvilluara, qoftë ekonomikisht, politikisht, nga ana sociale, unë do shkoja me vendet nordike. Pra ata kanë një balancë të shkëlqyer, të një zhvillimi ekonomik gjithëpërfshirës, ku janë shumë të rëndësishëm edhe elementet social. Unë nuk do thosha që partneriteti publik-privat është një gjë e keqe në vetvete apo është politike djathtë. Dhe sapo ilustruam zbatimin e sistemit dual, është një sistem tipik
ku ke një bashkëpunim, një dualizim midis sektorit publik ndjes dhe sektorit privat. Pra në sajtë një bashkëpunimi shumë të ngushtë midis shkollave publike dhe bizneseve që përfaqësojnë sektorin privat, ne po arrim që të kemi këtë tranzicionin e lehtë, siç tham, të nxënësve nga shkolla në tregun e punës. Pra, e gjithë filozofia është se si shfrytëzohet partneriteti publik-privat në të mirë të gjithë shoqërisë, në mënyrë që politikat t'jenë sa më gjithë përfshirëse, t'ju shërbejnë grupeve në nevojë dhe kuptohet të ofrojnë ato element të sigurisë shoqërore që është shumë e rëndësishme për zhvillimin e një vendi dhe jo vetëm për zhvillimin ekonomik. Pasi ka dhe vende tjera që kanë GDP të lartë, kanë një zhvillim ekonomik shumë të shpejtë, po ndërkohë kanë shumë pabarazi ndërmjet stresave të ndryshme shoqërore. Po, pra është koeficienti Gini që është një tregues shumë i rëndësishëm i këtyre pabarazive, të cilat nga ana tjetër reflektojnë pastaj edhe gjitha problemet sociale dhe kohezioni social. Kohezioni social që është shumë i rëndësishëm. Interesante, në fakt mua më kishte shkuar mendja, po partneriteti publik-privat dhe sistemi dual është një nga shembujt e mirë se si politikat e qendrës majt mund funksionojnë shumë mirë dhe me shtetin aktiv, dhe sidomos jo me atë terapinë e shokut që unë e them ishte vetëm shok, nuk ishte terapi, ku tentuam privatizimin e skajshëm vitet 90 dhe nuk sot e kësaj dite po vuajmë pasojat e asaj largimi, le themi, nga shteti funksional. Ndalesha shumë pak te kjo gig economy, nuk e di versionin shqip, po kjo le themi sektori ekonomik i punësimit pjesëshëm, si quhet, nuk e di. Ta shpjegoj me fjalë se gig economy në fakt është një term që dhe unë nuk kam arritur dot që t'ia gjej. Pra punojësit shqipërimin e duhur, por është një treg pune i krijuar nga dinamika shumë të larmishme të tregut punës. Po, për shembull Uber, Wolt në botë dhe në Shqipëri është një punë që ofrohet sipas konceptit freelance. Ekspertë të pavarur, të cilët punojnë me projekte të ndryshme, me kohë pjesshme, mund të jetë dhe me kohë plot, pra edhe në formën e punës tradicionale, por ofron një lloj fleksibiliteti për punëmarrësin, pasi vendodhja gjeografike e tij nuk është se ka shumë rëndësi, le të themi, edhe skeduli i punës nuk është ajo puna tipike, klasike, 9-5, pra ka disa element pozitiv dhe sigurisht është një nga format e punës që duam apo nuk duam ne, duhet ta njohim, pasi dhe tregu i punës në vitet e fundit ka patur një dinamik të tillë që ka nxjerrë në pa të gjithë inovacionin dhe lëvizjet inovative në tregun e punës. Para 2 vitesh, sepse çka është e rëndësishme me gig economy është që ne ta formalizojmë, pra të sigurohemi që dhe këta punonjës që punojnë me kontrata të pjesshme apo me kontrata të tilla afatshkurtra nuk ofrojnë element të sigurimeve shoqërore, ti ndërgjegjësojmë që është shumë e rëndësishme, një ditë gjithë do plakemi dhe gjithë do kemi nevojë për një pension, por jo vetëm kjo, element tjerë të sigurimeve shoqërore janë edhe sigurimet shëndetësore, pra sa të mbuluar jemi ne me elemente të sigurimeve shëndetësore gjatë kohës që ofrojmë shërbimet e punës, gjatë kohës që kemi një kontratë pune. E rëndësishme është që ne ta njohim këtë lloj forme të re punësimi dhe ti përgjigjemi me një kuadër ligjor dhe institucional. Dua të përmend këtu që para 2 vitesh në kuadrin e hartimit të një reforme ose pakete fiskale, ne parashikuam në këtë ligj të ri dhe punën e nomadëve digjital, të cilët gjithmonë më shumë po kthehen në një fenomen dhe në Shqipëri, pra janë të gjithë ata punonjës kryesisht në sektorin e teknologjisë së informacionit, të cilët me një kompjuter mund të lëvizin në gjithë botën dhe të ofrojnë shërbimet e tyre në kohë reale, kudo që ata ndodhen. Dhe në këtë ligj ne parashikuam edhe disa element të sigurimeve shoqërore, kuptohet duke i lehtësuar nga ana, le të themi, nga barra fiskale, një ndër lehtësirat që ne e parashikuam në ligj ishin dhe pagesat e sigurimeve shoqërore, pra kontributeve të sigurimeve shoqërore, meqense se ata kishin këtë fleksibilitet dhe këtë lëvizje në terma gjeografik, ti paguanin kontributet e tyre kundrejt një page minimale. Pra, ishte edhe një mënyrë për të incentivuar në kuadër të hartimit të ligjeve të ligjit të teknoparqeve, pra që është një ligj i cili ofron lehtësira fiskale
për kompani të cilat duan të investojnë në Shqipëri dhe punonjësit e tyre me shumë mundësi, një pjesë e tyre mund të ishin nomad digital, parashikuan dhe këtë lehtësi fiskale për ta. Pra siç e thash, është e rëndësishme që ne ta njohim këtë lloj forme të re pune dhe të ofrojmë kushte të tilla në mënyrë që ata të kenë lehtësira fiskale dhe incentiva për të punuar edhe për që gjithashtu të mbrojtur me element shoqëror. Për ta përmbyllur, tashmë duhet të të pyeste personalisht, domethënë po dhe profesionalisht në eksperiencën tuaj, jeni ekspertë nivelit lart, keni pasur një eksperiencë në vende të ndryshme të botës, jeni rikthyer disa herë, tashmë jeni te zëvendës ministre. Pse duhet tashmë të kemi një ri ose le të themi të votojmë dhe të kemi një mandat 4 të kësaj qeverisje, domethënë cili është mesazhi kryesor? Që u bën ndoshta edhe ju ndjeni krenar në punën që përveç se për gjithë ato që thash më lart, pra që ka qenë një periudhë që janë ndërmarr reforma, cilat janë reforma fatgjata, pra efektet e tyre janë ndjerë vite më pas, për gjithë vizionin edhe për gjithë orientimin që ka kjo qeveri për të ardhmen, sigurisht çështja kryesore dhe çështja ditës mbetet integrimi i Bashkimit Evropian dhe këtë po e ndaj edhe si eksperiencë personale, si negociatore për 3 kapituj shumë të rëndësishëm në kontekstin e integrimit, që sapo u hapën, pra grup kapitulli 2, ku jam negociatore për 2 kapituj dhe grup kapitujt e tjerë është një reformë shumë e madhe, do thosha, dhe në gjithë takimet që kam patur fatin që tulem në tryezat nivelit lart me përfaqësues të Bashkimit Evropian, nga ana e tyre ka jo vetëm një mbështetje të jashtëzakonshme për Shqipërinë si një vend i ri me një energji shumë pozitive dhe që ka çuar më të mirën në dyert e Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që ne të mos e humbasim këtë fokus, mos e humbasim të dritare, është një momentum shumë i mirë për Shqipërinë që të përfitoj nga jo vetëm mbështetja që po ofron Bashkimi Evropian, por edhe nga gjithë kjo filozofia që kemi ndërtuar këtu në vend për rikthimin e të rinjve, të cilët kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme në përgjithë vendet e botës. Ne kemi një numër shumë të madh ekspertësh që janë bashkuar qeverisë në nivel ministrash, në nivel zëvendës ministrash, në nivel drejtorësh, pra nivele teknike dhe politike që me eksperiencën që ata sjellin nga jashtë e bëjnë edhe më të lehtë, le të themi, këtë proces, i cili nga ana teknike patjetër që është shumë e vështirë, sepse ky është një proces që siç e thotë edhe kryeministri shpesh është merit based, pra do jetë i bazuar në merit. Sigurisht që nuk do na fali askush asgjë, por është gjithashtu një momentum shumë i mirë sepse është pikërisht kjo dritarja e hapur dhe ka një linjëzim shumë të mirë nga të dyja krahët, që edhe neve të kontribuojmë me gjithë këto, le të themi, kualitete që janë rikthyer pikërisht në këtë moment. Dhe ndërkohë edhe Bashkimi Evropian patjetër që do të përfitojë nga prezenca e Shqipërisë. Dhe siç e thonë dhe ata vetë, si pjesë e Bashkimit Evropian, sepse edhe ne kemi shumë gjëra për të ofruar, në terma të ekspertizës, në terma të fleksibilitetit, fakti që jemi një popull kaq i adoptueshëm, shqiptarët flasin shumë gjuhë huaja, pra duhet ja njohim dhe ne meritat vetes dhe veçanërisht të gjithë asaj plejade të rinj të cilët po kontribuojnë në mënyrë cilësore në këtë projekt të madh. Olda, shumë faleminderit që ndatë eksperiencën tuaj në Majtas. Ishte kënaqësi, bisedonemi. Faleminderit, ishte edhe për mua shumë kënaqësi që të flisja me juve, edhe ju vetë një rikthyer. Po. Dhe një prurje shumë e mirë e diasporës në Shqipëri. Shumë faleminderit. Faleminderit.